E tani në studio kam kënaqësinë të mirëpres një vajzë të re, shumë të talentuar. Kam kënaqësinë që për herë të dytë të kem dhe të zhvilloj një intervistë me të, e cila ka normalisht fjalë shumë të ndjeshme, fjalë të shkruara. Ajo është autore e 3 librave dhe se si libri i tyre mbart një pjesë shumë të veçantë të shpirtit të saj krijues. Libri i fundit i saj mban titullin Sa të thjesht, po shumë do me thënës, ti nuk je vetëm, me një mesazh ngushëllimi, force dhe shpresë që është për çdo që kalon në situata, periudha të vështira, të cilat ndoshta ndonjëherë edhe e ka të vështirë, ti thot. Ajo shkruan me zemër, frymëzon me fjalë dhe arrin të prek lexuesit përmes sinqeritetit dhe ndjenjës që ajo përcjell nëpërmjet lapsit. Blerona, mirë se erdhe, mirëmëngjes, kemi kënaqësinë. Duar se kënaqësia gjitha ime është. Blerona, ti nuk je vetëm. Nga një libër i matematikës, pastaj tek një libër tjetër dhe i fundit është ti nuk je vetëm, diçka komplet ndryshe. Nga erdhi ideja? Po ideja erdhi nga ngjarjet që unë dëgjova, që më tronditën mua si moshatare, ku shumë të rinj domethënë i dhan fund jetës së tyre, duke filluar prej moshatarëve të mi, po edhe prej moshave më të vogla, fatkeqësisht. Gjithë këto ngjarje domethënë kur dëgjova më prekën shumë, kështu që ndjeva si nevojë të filloj librin tim tretë, që titullohet Ti nuk je vetëm, që kam menduar që do t'ju ndihmoj shumë. Dhe shpresoj që ju kanë ndihmuar ato që e kanë lexuar librin. Ato që kanë lexuar. Ky ishte frymëzimi me të cilin vendose ta trajtosh temën. Një mesazh kryesor që përcillet nëpërmjet këtij libri sigurisht është ta duam veten. Po ma merr mendja se kam lexuar deri në këtë sekond. Ta duam veten shumë, të besojnë në veten dhe mos t'i dëgjojnë komentet negative të tjerëve, asnjëherë mos ndikohen nga ato, të vazhdojnë ato që ato dojnë ta bëjnë, le ta bëjnë, ta çojnë deri në fund dhe mos të miren me ato gjëra, për shkak se njerëzit negativ, ti sa do perfekt jesh, ato prap do gjejnë ndonjë gjë që të thojnë, vetëm sa do t'ulin ty poshtë. Kështu që ato mos t'i dëgjojnë ato dhe të vazhdojnë përpara. Po kemi njerëz të ndihshëm të cilët përsëri bin prej e komenteve, qofshin ato kritikave të ndryshme, sepse kritika mund të jetë edhe vlerësim pozitiv, po edhe negativ. Pse zgjodhe titullin Ti nuk je vetëm? A dëshiron që nëpërmjet titullit lexuesit t'i thuash se ke një univers rreth teje? Unë titullin kur e vendova ishte një titull i vogël, i shkurt, mirë po shumë kuptim. I qartë, po. Ti nuk je vetëm, unë me këtë kam dashur të tregoj që kur një lexues ta marr librin në dorë dhe vetë nga titulli në atë moment të ndihet i plotësuar dhe thotë vetëm pak, me të vërtetën nuk jam vetëm në këtë botë dhe ka dikush që mua më vlerëson, më do ashtu se siç jam unë, me të mira, me të këqija, dhe do të jetë mbrapa çfarë do të unë të zgjedhë në jetë. Të gjithë, askush nuk është perfekt. Dhe të gjithë kemi dikë që po kalon në situatën e njëjtë ndoshta si ne. Po ndonjëherë na duhet vetëm që të kërkojmë, të gjurmojmë dhe se ndoshta edhe brenga e dikujt tjetër mund të jetë edhe më e madhe se ne, po dëshira, mundi, sakrifica, sfidat e jetës na bëjnë të ndryshëm, po. Të mori shumë kohë për ta lexuar, për ta shkruar këtë libër sepse ngjarjet për të cilat jemi të gjithë në dieni dhe ndjejmë shumë fatkeqësi në vete, nuk kanë më shumë se një vit të cilat kanë ndodhur. Ishte një proces që unë e bëra me shumë dëshirë kur fillova. Kisha disa tema shumë emocionale, që u deshqim shumë e kujdesshme se si shprehem, si shkruaj ato, t'u lumtoj mirë, të lexoj lajme të ndryshme për ta përpurur gjithë librin. Mirë po ishte një proces i gjatë, diku 4 deri në 5 muaj. Mirë po e kam bërë me shumë përkushtim që edhe për lexuesit jetë të kuptueshme. Ka elemente autobiografike ku ti flet edhe për ndjenjën tënde, se si je ndjeti si person i tretë kur ke dëgjuar dhe në situatat që ti është dashur ti i kalosh, sidomos atë periudhë kur ka ndodhur. Po, ka pas, në libër dhe me thanë ka situatat ndryshme. Unë nuk kam dashur të cek situatat caktuara, për shkak se nuk kam dashur të prek lexuesit ose dikë tjetër, kështu që kam shkuar dhe me thanë si përmbledhje të gjithë ngjarjeve që unë kam dëgjuar. Çfarë sfida më shumë përballohen gjatë personazheve të cilat Po, është një kapitull në libër, është kapitulli 14 dhe titullohet derisa ti thua përgjigjet. Titullohet Duhet ta ndjesh dhimbjen për ta kuptuar. Është shumë e vërtetë, për shkak se nëse ti ndjehesh në një situatë të njëjtë, si personi që është njërë, ti e di se si shkon ajo dhe nuk e lëndon tjetrin. Këto është një personazh, në këtë kapitull unë e kam përpuluar një tregim, është 6 deri në 7 faqe, ku është një personazh i quajtur Klara, e cila ka pasur presion të madh ndaj familjes, shoqërisë, në shkollë ka pasur bullizim të madh ndaj shokove dhe shoqeve dhe ka në një moment ku ka thënë unë nuk jam e mjaftueshme dhe dua t'jap fund jetës. Ajo domethënë ka shkuar dhe shketësuar edhe më shumë, por
Për fat të mirë, një shoqe e klasës së saj, e quajtur Elira, ajo... Këto janë emra fiktiv? Po, të imagjinuar, po. E cila do me thënë ka parë se në qëfar gjendje është Klara, e ka përcjell, ka pa veprimet e saj, se si ajo ka ndejtur anash ndaj shokove, dhe për fat të mirë, do me thënë Elira, shoqja e klasës së Klarës, në këtë njëjtën situatë është ngjetur edhe motra e saj e vogël, e cila fatkeqësisht do të thonë i ka dhënë fund jetës saj dhe nuk ka mund ta shpëtoj. Dhe Elvira duke e ditur se si shkon, se si një njeri mund të humbë jetën, se sa e vështirë është për familjen, ajo ka dashur të ndihmojë. Ka një bashkëdhimbjen. Po, ka dashur të ndihmojë, i ka ndejtur afër, dhe në momentin kur Klara është bërë gati të janë fund jetës, Elvira është gjendur aty dhe i ka ndihmuar dhe i ka dhënë fjalë motivuese që bota ka nevojë për ty. Dhe pa marrë parasysh komenteve që di merr nga të tjerët, ti je e vlefshme, ti je kjo që je, dhe duhet gjesh njerëz që ty të vlerësojnë ashtu siç ti je, dhe jo të ndikohesh prej të tjerëve. Do të pyes tash pak do largohem nga tema e librit. Je një moshatare e personave të cilët kanë kaluar në situata shumë të këqija dhe kanë mbaruar me fatalitet. A mendon se ekziston shoqëri e cila na shef në momentet, na ndjen në momentet, ndoshta edhe nga gestikulacionet e fytyrës, ndoshta edhe nga sjellja jon rebele momentale, se të gjithë kalojmë në periudha të vështira, në faza të këqija të jetës, ndoshta dikush pastaj pëlqet nga një situatë shumë e vogël dhe pëlqet. A ka njerëz, sidomos tani moshatar tuaj të cilët e ndjejnë atë se ju nuk jeni në rregull dhe janë aty për ju? Po, ka. Për shembull, unë jam njëra prej atyre kur e ndjesim një shoqë ose një shok nuk është mirë, mundohem të ri afër, ta motivoj, t'ja fjalë që mos të mërzitet, sepse çdo gjë ndodh për një arsye. Ndoshta ajo arsye është e mirë për ty, ndoshta edhe e keq e mirë, po gjithçka te kalohet. Definitivisht. Nga lexuesit të cilët, pasi që libri nuk ka dalë sapo tani e kemi marrë në studio Bleronën, libri ka dalë nga muaji qershor. Nëse i pas kam informacionet e sakta. Deri tani ka pas njerëz se bashkëmoshatarë që e kanë lexuar, kanë gjetë veten e tyre? Po, kam pasur shumë komente të mira dhe kjo për mua ka qenë shumë mirë. Kur kam dëgjuar se Lorna, ne e kemi lexuar librin tënd dhe na ka pëlqyer shumë, kemi gjetur veten aty, që na ka motivuar libri, sidomos një pjesë që ju ka pëlqyer ka qenë ky tregimi që unë vetëm sa e shpjegova tash, që aty kanë gjetur veten dhe ka qenë mrekullueshme për ta. Çka dëshiron të lësh të lexuesi pasi ta kenë lexuar këtë libër? Ja, unë do e lexoj sot, po të premtoj që do e marr librin, do e lexoj, dhe çfarë dëshiron që të unë të ngel pasi ta lexoj librin? Diçka që dua t'ju them të tjerëve është që do thënë ndjen të plotësuar. Mos ndjen të pavlefshëm, për shkak se çdo fëmijë është i veçantë në mënyrën e vet. Dikush është i mirë në lëndën e matematikës, dikush është i mirë në gjuhën shqipe. Nuk do të thotë që të jemi të mirë në gjithçka. Dhe kjo është, ndonjëherë mendoj që kjo është edhe presioni ndaj familjes që i bëhet të rinjeve, se ti nuk je perfekt në gjithçka, ose ju imponojnë, thonë për shembull ti vazhdo këtë ndërsa fëmia është për diçka tjetër. Edhe krahasimi mendoj se. Edhe krahasimi me fëmijë të tjerë, pse ai mundet, se ti nuk mundesh, këto janë gjithë gjërat gabuara. Të cilat ndikojnë padyshim në psikologjinë e një fëmiu i cili është në zhvillim e sipër, duke krijuar, duke realizuar veten mosha më kritike, do kisha me thënë. Në fillim e tregova se është libri yt i tretë, i pari ishte i matematikës. Zbavitu me matematiku, e diskutuam atëherë pse pikërisht matematik, pse ashtu, pse kështu, pas asaj është Ania Teoqeanike e dijes. Do të thënë, nga zbavitu në matematik deri tek nuk je vetëm, kemi edhe Anien Teoqeanike të dijes. Si ka ndryshuar kjo mënyrë e të shkruarit nga matematika në Ka ndryshuar shumë. Unë lirin e parë kur kam filluar, kam menduar që vetëm me lëndën e matematikës do të mirem, vetëm libra shkencor, po, mirë po ndryshoj, kështu që me libra të dy. Çka stimi të ndryshosh? Nuk e di. Mendoj që gjatë procesit të shkrimit kam kuptuar që unë mund të shkruaj në gjitha lëmit. Si në libra shkencor, romanet ndryshëm, si libri ti nuk je vetëm. Dhe mendoj që është mirë që të zgjerojmë të gjitha lëmit nga pak. Nga pak. Ania Teoqeanike e dijes, këtu më thuaj se qenë ka botuar fiks me 28 nëntor. Qenë ka një libër me domethënje, pak të datën e botimit e ka me domethënje kombëtare. Më thuaj se për çfarë bëhet fjalë tek ky libër dhe pse pikërisht ky titull? Te ky libër bëhet fjalë për shkollën time. Unë e vendova titullin Ania Teoqeanike e dijes për shkak se në këtë rast e kam menduar që është një anije e madhe, Teoqeanike, e cila ka shumë vlera, profesorë dhe profesoresha të cilët e meritojnë, kanë kontribuar
edhe në nxënësit të cilët do më thonë kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë edhe sot nxënës të mirë, po ato që janë tani në shkollë, dhe për gjithë këto do më thonë që e kanë merituar dhe e meritojnë të flitet për ta. Pasi që është liber për shkollën tënde, ti je në shkollën e mesme Zeflush Marku. Personeli i shkollës, profesorët si e pranuan këtë fakt që dikush u përkushtoi komplet një liber të tërë? Shumë mirë, ishin të gjithë të kënaqur me këtë, më ndihmuan disa, me një fjalë do të thonë, ishin shumë krenar. Më gëzon fakti se një vajzë e cila është vetëm 15, nuk gaboj? 16 vjeçare, flet mirë për shkollën, sepse është mosha më delikate ku të gjithë mendojnë se gjithë janë kundër tyre dhe askush nuk bën, askush nuk po i kupton, ndërsa Blerona vjen këtu dhe flet me superlativin më të madh që mundet për shkollën, dashurinë, pasionin ndaj librit dhe kjo është për tu përshëndetur. Çfarë ke mësuar për veten gjatë këtyre viteve si një shkrimtare, pasi për 2 vite ke publikuar ke botuar 3 libra? Kam kuptuar që unë mund shkoj në shumë lemi, po, tash edhe për librin e 4, vetëm se kam filluar prej më herët, do t'jetë libër i parë në lëndën e matematikës, një për do t'jetë në nivel më të lartë se i pare, pak më rënd. Ju ktheve matematikës? Prap matematikës, mirë po, kam menduar edhe për një roman, i cili besoj që do të shkoj gjatë, për shkak do t'jetë një roman shumë faqesh, ku aty do të përfshi ngjarje që mua më kanë ndodhur, të mira, ndonjëherë edhe të këqija, që kam dëgjuar, po, prej shokove, shoqët. Do të thonë diçka do të jetë me emra të imagjinuar. Normal. Do të jetë një roman i gjatë, të cilat do t'ju pëlqejë, shpresoj. Kryesisht Blerona fokusohet në ngjarjet të cilat i kanë ndodhur dhe nga ato krijon tekste, krijon poezi kërkoj ndjesë, krijon libra, do të thënë nga gjithçka që neve na ndodh në përditshmërinë tonë mund të gjejmë diçka, të nxjerrim diçka të mirë, diçka të cilat ndoshta nesër edhe do kenë kënaqësinë ta lexojnë. Je shumë e re, ke mësimin para, ku je edhe një ndër nxënësit më shembullore të shkollës, je vajzë shumë e përpiktë edhe për prindërit e tu, je shumë e sjellshme, je shoqe shumë e mire, cila komplet një libër ja dedikon shoqërisë tënde. Më thuaj se të ka shkuar ndonjëherë mendja të heqësh dorë dhe të fokusohesh vetëm të mësimi apo të kesh një hobi tjetër, sepse je e re, ndoshta dëshiron të eksplorosh sa më shumë me ato idete që i ka një adoleshent, sepse adoleshenti unë them ka idetë aq të gjata, të mëdha në diapazon, mund të arrijnë edhe në hënë me dëshira dhe me ide, po ambicjet janë diçka tjetër. Më thuaj ty të ka shkuar mendja ndonjëherë ta lësh këtë punë? Asnjëherë. Kur kam filluar me shumë dashuri. Normal në fillim kam pasur, nuk isha e sigurt atë filloj, si të tjerët do të reagojnë. Mirë, po kur fillova e pash është diçka që unë e bëj me dëshirë dhe asnjëherë nuk kam menduar të ndale. Puna e shkrimit nuk është punë e lehtë, të flas edhe për aspektin financiar, tani do e them, sepse 3 libra të botohen brenda një viti nuk është një gjë të cilën gjithkush e ka mundësinë. Kush është mbështetja jute më e madhe për prindërve të ndihmojnë institucionet, të ke përkrahje nga dikush që, okej, beson tek ti dhe paktën atë pjesë ta lehtëson dhe ndoshta edhe ajo t'jep edhe më shumë motiv dhe kurajë të punosh më shumë kur e din se të qëndron dikush prapa. Prej kurajë më të madhe kam prej prindërve. Pa tjetër, asë që diskutojmë. Ka qenë për kraje me me madhe prej në fillim. Mund të them që babi është kraje i djathtë, mami kraje i majtë, që të kanë ndejtur afër në çdo moment prej në fillim. Ndonjëherë kur kam qenë e pasigurt, ato gjithë kanë qenë afër aty që të më inkurajojnë, thonë që ti mundesh, mos ndalesh, mos ndikohesh prej të tjerëve, edhe është një ndër arsyet që unë edhe vazhdoj për ta, për t'i bërë krenar, për shkak se e meritojnë, për gjithat mund që e kanë dhënë, si për mua, për motrën. Dhe besimin që ta kanë dhënë thjesht në këtë sferë. Si e përjeton faktin që librat e tu prekin gjithnjë më shumë njerëz? Ndje mirë, mendoj që ju ndihmon kjo. Për shembull, ato që kanë dëshirë lëndën e matematikës, libri i parë ju ndihmon shumë, i treti ato që ndihen jo të plotësuar, ndihen vetëm, nuk kanë këtë shprehje, mendoj që leximi ju ndihmon që ta gjejnë veten aty dhe mund të them se është një ndër librit psikologjik dhe vetë motivues. Okej, ato libra i kam favoritum, kështu që në rregull jemi. Të takoj njerëz të cilët kanë lexuar shkrimet e tua, më thuaj se cilat janë komente që t'i japin, vlerësimet që t'i japin, si reagojnë, bashkëmoshatarët e tu, cilat janë ato komentet më së shumti që i merr? Një gjë që mua motivon të vazhdoj përpara janë edhe fëmijët edhe më të vegjël që e kanë lexuar librin e tretë dhe thonë që
shumë mirë, mua më ka pëlqyer sepse janë në moshë më të vegjël prapë e kuptojnë se çka do të thotë kjo. E kanë lexuar librin me vëmendje, ju kanë ndihmuar, sidomos tregimi, siç ato e kanë pikën e dobët të tregimit aty, edhe thonë që shumë, do të thotë komentet më të mira që i marr janë nga më të vegjëlit, po edhe ato moshatarët e mi të cilët vetëm janë të rritur dhe i kuptojnë gjërat edhe më mirë, po, e dinë se në çfarë shoqërie po jetojmë, si janë gjërat, si shkojnë, edhe janë të vetëdijshëm, edhe kur e lexojnë ju ndihmon shumë. A mendon se një libër mund të shëron dikë emocionalisht? Po, sidomos për ato të cilët kanë më problem të shprehen me dikë. Prindërit, shokët, shoqët, dikën më të largët, më të afërt. Mendoj që libri kur ulesh dhe e lexon të ndihmon, të qetëson. Ndonjëherë domethënë të bën që ti të ndihesh sikur je vetëm në atë moment dhe vetëm imagjinon diçka, thua sikur unë t'jem në atë pozitë ose domethënë çdo gjë besoj që mundet ju ndihmoj. Sa do pak t'u heq shmendjen nga e gjërat e këqija. Ka shumë të rinj të cilët duan të shkruajnë, duan të merren me gjëra të ndryshme, të hiqin realitetit, por nuk e kanë guximin, nuk e kanë vetbesimin. Ndoshta është edhe mungesa e përkrahjes nga të tjerët. Çfarë do ju thoje ti? Si do i motivoje atas që t'ju thuash unë mundeni edhe ju? Unë e thash edhe prej në fillim që diçka çka të rinj duan ta bëjnë, le ta bëjnë. Pa marrë parasysh sa do të kenë sukses apo jo. Merran ti është që ti të fillosh diçka, edhe unë kur kam filluar nuk ma ka marrë mendja që ndoshta do të ngri deri tek libri i tretë ose të vazhdoj edhe më shumë. Ndonjëherë kam qenë edhe në pozitë që them nuk kam qenë e sigurt. Po, kështu që kjo është normale, ne jemi të rinj dhe ndodhin këto gjëra, kështu që mos të mendojnë gjëra negative. Gjërat të mendojnë në mënyrë pozitive dhe vazhdojnë përpara, besoj që do të arrijnë. Kur kanë vetbesim edhe arrijnë gjërat që duan. Dhe në fund dua një pyetje, nëse librin ti nuk je vetëm do e përkufizoje me një fjali, cila është ajo? Rrugë drejt shpresës. Vazhdojmë përpara. Pas ka qenë edhe një tekst, një titull i mirë, edhe për librin. Edhe për librin, po. Vazhdojmë përpara për shkak se unë edhe në kapitullin e 15 aty kam dhënë disa thënie të ndryshme, ku thotë çfarë vlen bota nëse unë humbas shpirtin tim. Kështu që duhet ta dinë që ne jemi të rinj, ne duhet të vazhdojmë përpara për shkak se shoqëria ka nevojë për ne. Pa marrë parasysh se për çfarë talenti jeti, çka di ti më mirë, me rëndësi të vazhdosh me ato që ti don, ti din dhe do të arrish. Faleminderit Blerona, unë të uroj jashtëzakonisht shumë suksese. Unë shpresoj se intervistën e ardhshme do e kemi shumë shpejt për librin tënd tjetër dhe pastaj mezi po e pres atë dëshirën tënde, pasionin tënd ta shkruash në letër dhe ta botosh për romanin, sepse dua ta shoh imagjinatën, dua ta shoh atë se jeta e tjetrit në sytë e tjetrit, sepse neve gjithë secili kemi jetën tonë dhe e shohim vetëm nga prizma jo, ndërsa shumë është bukur kur është nga prizma e dikujt tjetër, po, dhe shef dhimbje tjera për të cilat për ty nuk janë dhimbje, shef kënaqësi tjera të cilat ti nuk i sheh si kënaqësi dhe solidarizohesh me të tjerët dhe normalisht zhvillohesh edhe më shumë dhe realizohesh si njeri. Faleminderit Blerona, të urojmë shumë suksese. Dua që shfrytëzoj rastin edhe motrës t'i bëjmë të fala tani këto momente, e cila po ashtu është duke përgatitur diçka, po do e lejmë kur të jeni në studion tonë. Faleminderit shumë edhe një herë. Miqtë dashur, kjo ishte biseda e fundit edhe me Blerona Ismailin, e cila solli librin e saj të treti Nuk je vetëm, që ua sugjeroj të gjithëve ta lexojnë duke filluar nga vetja, dhe ne do shkojmë të shkëputemi me një pikë të shkurtër muzikore, derisa do të rikthehemi në studio për të vazhduar edhe me mysafirën tjetër, e cila normalisht mezi pret që të akomodohet në studio.